61 bashkit në vend do të përfitojnë 1.2 miliard lek apo rreth 12 milion euro nga buxheti i shtetit me qëllim shlyerjen e detyrimeve të prapambetura. Përmes aktit normativ të miratuar së fundmi, qeveria alokoi 1.2 miliard lek shtesë për shlyerjen e detyrimeve të prapambetura të njësive të vetëqeverisjes vendore, me synim përmirësimin e stabilitetit financiar dhe forcimin e disiplinës fiskale në nivel lokal. Ky fond shpërndahet 60% në bazë të stokut të detyrimeve të prapambetura dhe 40% sipas numrit të popullsisë së përdorur në formulën e shpërndarjes së transfertës së pakushtëzuar për vitin 2025. Sipas rishikimit, financimi huaj vendor do të ulet në 256 milion lek për shkak të mosrealizimit, ndërsa të ardhurat nga taksat e ndara që transferohen në buxhetin vendor do të rriten me 56 milion lek si rezultat i performancës më të lartë të tatimit mbi të ardhurat personale. Të dhënat zyrtare të Ministrisë së Financave tregojnë se deri në shtator 2025, borxhet e mbartura të bashkive kundrejt kompanive që kryejnë punë publike por edhe qytetarëve regjistrohen në vlerën e 2.8 miliard lekëve apo 28 milion eurove. Ajo që vjet re është se ka një tendencë të reduktimit të detyrimeve të prapambetura të pushtetit vendor prej afro 800 milion lek apo 8 milion euro në raport me fundin e qershorit 2025 dhe po ashtu reduktim në krahasim me dhjetorin 2024, ku stoku regjistrohej në 33 milion euro. Detyrimi vendosur nga qeveria për shlyerjen e stokut, megjithse ka pasur ecuri pozitive në 2 vitet e fundit, sërish ka luhatje të herpashershme nga një tremujor në tjetrin, edhe pse qëllimi është që stoku i detyrimeve të zerohet totalisht. Të dhënat zyrtare të Ministrisë së Financave tregojnë se nga totali i detyrimeve të prapambetura ndaj bizneseve dhe qytetarëve, rreth 10 milion euro janë detyrime të papaguara për investime publike, 5 milion euro për shërbime, rreth 2.5 milion euro vendime të gjykatave dhe 7 milion euro shpenzime të tjera. Sa i takon listës së bashkive me më shumë detyrime, në vendin e parë renditet Bashkia Kavaj, e cila ka lënë pas Bashkinë Tiranë. Më pas renditet Bashkia Pogradec, ndjekur nga Bashkia Tiranë, Dimal dhe Rrogozhin, duke ja lënë radhën Vorës, Dibrës dhe Lezhës. Ndërsa në fund të listës së bashkive, sa i takon vlerës së borxheve, renditen bashkitë Vlorë, Shkodër, Korçë dhe Has. Përmes aktit normativ, vlera e detyrimeve të prapambetura do të ulet ndjeshëm.